Sërish Lezerati në fokus të medjave të huaja. Pas televizionit italian Rai Uno, të herë janë mediat greke që kanë publikuar foto nga kamera termike të policisë kufitare, të cilat kanë fiksuar momentet kur trafikantët shqiptar kalon kufirin duke transportuar me krah apo edhe me kafshë sasira të mëdha marijuane. E piri, dokumenta lufte në kufi me trafikantët e drogës, është titulli i reportazhit që Newsit.gr, një gazet greke, publikoi dje në faqen e saj online. Në shkrim thuhet se prodhimi dhe trafikimi i hashashit nga Lezerati është tepër i madh. Lezeratësit kanë ndërtuar kartele të drogës, të cilat promovojnë hashashin në Greqi, Itali e Holland dhe destinacione të tjera europiane, duke shkaktuar kështu përgjatë kufirit greko-shqiptar një luftë të pashpallur mes policisë dhe trafikantëve të drogës. Trafikantët e drogës në mënyrë që të shmangen postoblloqet e policisë shqiptare bëjnë të pamundurën për të transportuar drogën. Kështu ata tashmë nuk e transportojnë atë me makina, por me duar mbi supe, me mushka dhe gomer. Karakteristikë është se çmimi për blerjen e një gomari është 5 fishuar dhe tani arrin deri në 1000 euro. Është tepër i madh prodhimi dhe trafikimi i hashashit vit pas viti në Lezerat të Shqipërisë dhe pas thirrjeve të vazhdueshme të qeverisë për të ndaluar kultivimin e drogës, pasi ajo ka një rol frenues në perspektivën e vendit për NBE. Imazhet e regjistruara nga kamera termike dhe të publikuara nga policia janë një tregues i gjendjes në kufi. Qarqet e organizuar përpiqen të rekrutojnë gjithnjë më shumë njerëz, veçanërisht të rinj të papunë duke i joshur me anë të lekëve. Meqense prodhimi i hashashit rritet pasi janë mbjellë në të gjitha tokat djerë të maleve të vendosura mbi qytet, Lezerata si tashmë me një gjendje financiare më të mirë dhe më të qëndrueshme, kanë mundur të organizojnë sa më mirë biznesin e tyre, madje për shkak se hashashi zë një vëllim të madh dhe çdo herë transporti i tij është dhimbje koke për baronët. Tashmë ata mendojnë që ta përpunojnë, domethënë të prodhojnë esencë, vlera e së cilës është deri 4 herë më e madhe. Sjellja kriminale e Lezeratësve filloi me hapjen e kufirit në vitin 91, me shitjen e cigareve kontraband dhe vazhdoi përgjatë periudhës së embargos në Serbi me anë të dërgesave ilegale të ushqimit dhe naftës, ndërsa në vitin 97 filloi kultivimi sistematik i hashashit.